Ti, Albi, në biznesin tënd mund të themi që në një farë mënyrë bën një promovim marketing për simbolet tona, për Shqipërinë. Kjo është e dukshme, po them, qoftë kjo kapelja ime, qoftë këto pinet që Shifi Gjergjit, ti ke, si e ke ti? Unë kam United States of Albania. Unë kam një Skënderbeu me syze. Logot fortë. Dhe bën sens Bardezi sepse realisht gjyrat e para të Tiranës janë Bardezi. Ka qenë Bardezi. Por Buja është rastësi me mikun ton Albani. Pra, marketingu themi që është pika jote e fortë. Si e shikon këtë gjë ta lidhim pak me sportin? Si funksionon marketingu në klubet tona shqiptare? Biznesi yt është biznes që sigurisht është ndërtuar mbi kënaqësinë dhe pasionin. Si gjëja që do të shkonte dhe pyetja që do bëjnë gjithë shqiptarët, sa fiton ti zotëri? Është një pyetje që fitimi është i rëndësishëm në biznese. Unë du ta kthej fitin prurse. Domethënë nuk është fitim prurse. Je duke investuar. Jam duke investuar ta kthej. Kam 5 vite që investoj. 3 vitet e para është komplet humbje. Tani ke filluar ta amortizosh pak. Tani kam filluar ta amortizoj dhe qëllimi im është ta kthej fitin prurse. Domethënë mos ta mohojmë këtë gjë.